Në një deklaratë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi çështjen e vendimit të autoriteteve amerikane që lidhet me ndalimin e hyrjes së tij në territorin e Shteteve të Bashkuara. Berisha argumentoi se rasti i tij nuk lidhet me statusin non grata në kuptimin e Konventës së Vjenës, por me një vendim të bazuar në legjislacionin e brendshëm amerikan. Sipas tij, masa e marrë nga autoritetet amerikane ka pasur karakter administrativ dhe është thirrur edhe ndaj anëtarëve të familjes së tij. Sali Berisha s'ka qenë kur non grata. Pallja non grata bëhet bazohet në Konventin e Vjenës, kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Dhe ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara, por është dhe për familjen e tij. Gjatë konferencës, lideri demokrat u ndal dhe te zhvillimet politike në vend, duke shprehur mbështetje për protestën e qytetarëve dhe të rinjve. Në historinë e vet, një protestë kaq të fuqishme dhe masive dhe persistente sa kjo. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokrat dhe demokrat, mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike të bashkohen në protestën e rinisë dhe qytetarëve të Tiranës. Protestë kjo që tejkalon kufijtë e forcave politike, por që kërkon me vendosmëri fundin e regjimit autokratik të Edi Rama. Kërkon anullimin e një seri ligjeve për të cilat deputet e Partisë Demokratike në Parlamentin e Shqipërisë kanë votuar kundër në komisione dhe në seancë plenare. Kryedemokrati i bëri thirrje kryeministrit Edi Rama të heqë dorë nga organizimi i antimitinqeve dhe të mos përballet me mobilizimin paqësor të protestave. Edi Rama duhet të heqë urgjentisht dorë nga antimitingjet, të heqë me njërë dorë nga antimitingjet, të mos sfidoj uraganin e fuqishëm paqësor të rinisë studentore me antimitingje mafiozësh. Në vijim, Berisha apeloi ndaj komunitetit ndërkombëtar, institucioneve politike dhe opinionit publik jashtë të vendit që të mbështesin protestën, të cilat ai konsideron një shprehje të pakënaqësisë qytetare ndaj qeverisë.